Konkursi J'adore Chopin, një ngjarje që kujton talentin dhe veprën e Frédéric Chopin, rikthehet për të dytin vit. Ky kompeticion bën bashkë në kryeqytet mbi 200 pianistë të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilët shkëmbejnë eksperjenca si dhe do të mund të performojnë në skena të ndryshme, duke patur një mundësi të artë për zhvillimin e karrierës së tyre artistike. Është kënaqësi e madhe për shoqatën Frédéric Chopin që zhvillon konkursin e dytë të pianos. Një konkurs që fillon nga fëmijët e vegjël dhe shtrihet kategoritë deri dhe ato që kanë mbaruar arsimin e lartë në mënyrë profesionale. Ju jeni kategoria ekstra, e veçanta, e njerëzve që vini për pasion. Secili pjesëmarrës gjatë datave 28 dhe 29 mars do të interpretojë veprat më të njohura të Chopin, por edhe pjesë të kompozuara në shqip, përpara një jurie të përbërë nga pedagog dhe mësues të njohur të pianos. Kryetaria e jurisë shpreh se në këtë edicion të dytë ka një interes të shtuar të pjesëmarrësve. Interesi është mjaft i shtuar tek fëmijët dhe tek të rriturit. Nuk mendoj që është vetëm një zhvillim artistik apo kulturor. Mendoj që fëmijëve, dhe kjo është në bazë të studimeve, u bën mjaft mirë një instrument, aq më shumë piano, që është instrumenti më i rëndësishëm, mendoj muzikor, në zhvillimin e përgjithshëm të tyre, në zhvillimin intelektual, po pse jo në zhvillimin psikik. Vetë truri i fëmijës ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ky organizim që bëhet për herë të dytë është një nderim i veçantë për një nga emrat më të shquar të muzikës botërore, i cili ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme.